Numri i qytetarëve nga zonat e veriut të Shqipërisë që marrin shërbime shëndetësore në Spitalin e Përgjithshëm Isa Greza në Gjakov është duke u rritur çdo vit. Hysen Gjuriqi nga qyteti i Bajramcurit thotë se kishte ardhur në gjendje koma në Spitalin e Gjakovës, por pas disa ditë qëndrimi në repartin e internus, gjendja e tij është përmirësuar pas përkujdesit së stafit spitalor. Kom marrë urgjent nga Spitali i Bajramcurit, gjendje kome. Të pranimi kur kom hyet, e aty mi kanë bërë të në analizat, të në qka kanë, shërbim, e me karrocë për pasë e mësë në ishë atje. Ose kështu. E kemë bërë kërë, e marrë këtu në dispozicion. Ne kanë shërbye, si mua, si të në tjeve, si një në koridori, një këtu ka flasin tënë, si infermierja, si pastusja, ma doktor, 4 doktorë vinë mjesë. Këtu. I zemrë si tjetëri me konsultu, me folë jo, me të ashtu. Unë jam mikro, kisha me thonë, marrë spitale tjera, për në atje me marrë eksperiencë këtu. Gjuriqi thotë se në Gjakovë është në qytetin e tij sepse jemi vëllezër, por edhe spitali këtu është për të marrë shembull për pritjen dhe shërbimet që i merr falas. Ne jem vëllezër, unë as nuk kom pas, unë nuk njoh as si infermierës kërkoj që më thonë kom me në hyrje, as si sens ne kanë lënë, unë s'kom paguar. Ma të mja përmenë lekin së të kumë mërështu. As i lashet analizat pa lek, ma kanë bënë ata skanërin, pa lek. Qytetarët nga zonat e veriut të Shqipërisë, Spitalin e Gjakovës shumë shpesh e zgjedhin për të përfunduar procesin e lindjes. Besmira Matoshi nga Tropoja pas djalit që kishte lindur para 2 vitesh, tha se ka lindur edhe vajzën Ambla në Gjakovë. Po është 2 fëmijë që lind këto, edhe djalin para vajzës. Para 2 vitesh kam lindur këto. Tropoja është malësia Gjakovës, për gjithçka vim këto. Edhe për gjona tjera, edhe për çdo gjë vim këtej. Ndërsa në repartin e hemodializës janë hospitalizuar aktualisht 7 pacient, 2 nga Hasi i Shqipërisë dhe 5 nga Tropoja. Agim Prencaj nga Fjerza thotë se 3 herë në javë vjen në Gjakovë dhe kryen seancën e hemodializës. Këtu bëjmë dializën, kujdesem për shëndetin me analiza me gjana tjera. Vim prej Fjerze me makinë, bëjmë rreth 1 orë me ardhë. Edhe mirë këtu, mirë, shërbimi mirë. Hilmi Shala, drejtori i spitalit, tha se është rritur numri i pacientëve nga Shqipëria pas pandemisë së Covid-19 dhe tutje, pasi kjo është marrëveshje mes 2 ministrive të shëndetësisë, të asaj të Kosovës dhe asaj të Shqipërisë. Ministria e Shëndetësisë Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë kanë edhe një marrëveshje, përveç obligimeve kombëtare vllazërore që kemi ne obligon pra edhe marrëveshje mes 2 shteteve. Gjitha shërbimet shëndetësore që ofrohen për qytetarët e Kosovës, ofrohen edhe për qytetarët e Shqipërisë. Çdo shërbim, sidomos pas periudhës Covidit, këto frekuentimi, domethënë nga qytetarët e këtyre trevave është rrit më shumë. Drejtori Shala tha se nga periudha janar-prill 2025, pacient nga Shqipëria që kanë kërkuar shërbime ambulatore në Spitalin e Gjakovës janë 1682. Bazë raportit që kemi pranuar janar-prill, i kanë qenë 245 pacientë të cilët kanë qenë të hospitalizuar në institucionin tonë, kanë qenë 1680 vizita ambulantore që janë bërë, pra vizita të ndryshme që janë bërë, operime të ndryshme në operacione, pra që janë bërë në spitalin tonë janë mbi 40 operacione, pra numri i shërbimeve që mirët në institucionin tonë është vazhdimisht i lartë. Në Spitalin e Gjakovës, përveç zonës së veriut të Shqipërisë, shërbime spitalore marrin edhe nga komuna e Deçanit, Junikut, Ravecit, Malisheves e Gjakovës.